Kreatori Fatmir Varraku dje ka shfaqur videon të cilën e ka krijuar përmes inteligjencës artificiale, ku përmes kësaj teknologjie pasqyron imazhet të dëshmorëve të kombit, përmet Vula, Ilir Soba, Yll Morina dhe Elton Zherka, që janë përfshirë në tekstin e këngës së Ilir Shaqirit, Yjet e Gjakovës. Varraku thotë se është ndjeri lumtur për impaktin që pati projekti qysh në orët e para. Po ndina shumë mirë, sidomos sot, se deri me dje para se mi publiku videon, e kum pas edhe një frikë rreth pëlqimit videos, rreth paraqitjes, sa kom ju pëlqy njerëzve paraqitja e Djemve të Gjakovës, a ku mujt mi pro original ajo, po komentet janë shumë të mira, domethënë deri tash, edhe secili koment dyqysh edhe po motivon edhe më shumë për punë vazhdim me bu. Varraku gjithashtu tha se këtë video ka realizuar në shënim të përvjetorit të çlirimit të Gjakovës për të gjithë luftarët, dëshmorët dhe banorët e këtij vendi. Këtë video e kum punu për ditën e çlirimit të Gjakovës. Unë nuk kisha më thonë ma shumë, veç se krejt Gjakovës më harru ditën e çlirimit. Inshallah veç ditë mira kemi. Për m'ja jap një emocion edhe më të madh dhe një shpirt e videos, kum vendos mi shtidhe tifos kuqezinit e Gjakovës. Tonë kam prit mirë dhe ka pëlqyer dhe kjo pjesë. Edhe fillimi është emocionues kur tonë një zërje knojnë kongën. Producenti i videos Varraku tha se ai pret që së shpejti të bëjë një video tjetër me inteligjencë artificiale ku planifikon të përfshijë edhe dëshmorë të tjerë. Dëshira jeme është nëse kisha pas mundësi mi pru edhe djemë tjerë që kanë luftu, kanë vdekë për liri, po është një punë begje e madhe, po unë nëse shoh që ka mundësi, pse jo, pse mos mi pru edhe tjerë, se ka edhe plot djemë tjerë që kanë luftu dhe kanë vdekë për liri. Kosova e lirë. Fatmir Varraku përveç videos për dëshmorët nga Gjakova ka bërë edhe krijime tjera, njëra prej tyre është edhe ajo për komandantin legjendar Adem Jashari.